Tani, është i vetëm, a jo nuk është i vetëm. Jo nuk është i vetëm. Merrni pak, shifni ekipin e tij. Urdhoni ja ku e keni ekipin po. Ja ku e keni. Shifni pak. Ja ku e keni ekipin po. Shifni këta njerëz, këtë ekip. Shifni ekipin, kush e drejton Tiranën? E drejton një person që 100 herë nuk mund t'i gjesh emër tjetër përveç korba e korrupsionit. Po pse e them këtë? Pse e them këtë? Sepse ministre shtetësie, ajo vodhi dhe shpërdoroi me klanin e saj dhe me Edi Ramën 100 milion euro të përcaktuara për të ble maska, për të ble respirator, aparate, për të ble ilaçe. Dhe në vend të këtyre, bashkë me Edi Ramën, shndroi Tiranën në një mega spital. Vendosi praktikën e shtrimit në spitale më të kufizuar në Europë dhe në botë. Kosova, me një popullat 40% më të vogël se ne, kishte 1200 shtretër, Shqipëria 500 real dhe 700 me gënjeshtra. Pse vdiqe 20.000 shqiptarë nga Covidi? Ja u them unë ju ajo që s'mund e rand, pa ta vdiqen sepse nuk u mjekuan. Dhe nuk është se s'pati praktika. Vendi me vdekshmit më të ulta në botë, bëri shtrimet më të mëdha në botë. Japonia bëri shtrime më të mëdha se Shtetet e Bashkuara, se Britania, se Gjermania, se Franca. Dhe Japonia pati vdekshmërinë më të ulët. Pra u provua se nëse ti shtror, i mbikëqyrë, dhe shanset për t'i shpëtuar nga kthetrat asaj smundje rriteshin shumë. Kurse këta tallesh, këta fshihnin vdekjen e pa imagjinueshme. Ajo dilte, dhe thoshte shqiptar, ja u pjestonte me 3 numrin e të vdekurve. Ajo tani drejton Tiranën. Po në ku mund ta krahasush? Më thoni, a nuk është dallimi midis Sinata me ditën, midis saj Elisa Bajazitit, Ilda Zhulalit, Atil Krajs? Nuk janë këta. Nuk janë këta. Këta janë të padej. Janë të padej. Po çfarë merita ka Plumesha Spiro Gjoka? Çfarë merita shka ajo përveç se i thot Edi Ramës Skënderbeu? Urdhoni, vjen me gjërat më të thjeshta në detyrë, bëhet 5 milionëshe dhe bëjnë garë me njëra tjetrën për altamodën. Kam shetit jo pak, ja u them unë ju. Dhe nuk kam pak kur. Ministra luksi si në Shqipëri. Ja, nuk kam pa. Edhe mund të kenë se kanë në botë, ka ministre që kanë trashëgimira, kanë nga njerëzit, por edhe po t'i ketë nuk i çfaq në funksionin publik të vetë. Nuk bën kashqillet. E ka lënë Ronald Reagan, kur i thot Nancyt që ajo kishte perla artificiale, një koler që kushtonte $10. Mirë, i thot, se ka që mbaj, thot, që tartan tani, ka që kanë ata, thot, edhe ne do të bëjmë si ata. Pra, nuk do nalem më shumë të këta njerëz, por këta janë armiq të qenjes sonë.
Jo vetëm demokratëve, jemi pamarësisht, ndaj nesh ata janë sjellë si armiq, po ata janë armiq dhe të socialistëve të vërtet, socialistëve të ndershëm, të qytetarëve të ndershëm. Miq, unë isha, kam dalë, kam shëtit në treg, kam takuar njerëz të gjitha bindjeve, por të gjitha ata ishin në gjendje jashtëzakonisht të dhimbshme. Nuk shesin gjë, më thoshte. Tjetri më tha, unë jam ma i riu këtu, ishte rreth 45 vjeç, unë jam ma i riu këtu, s'katri këtu. Tjetri më tha, sot xhiro që bëjmë ditën e festës, vetëm ajo i afrohet xhiros që bënim çdo ditë para ardhjes tyre në pushtet. Pra është kriju një situatë e cila përzgjidhjet nga ne. Dhe u them ju që ne kemi programin absolutisht më të mirë që kemi patur ndonjëherë në historinë tonë. Na do e nisim, ku e bazojmë ne këtë program? Ne bazojmë radh parë në detyrimin madhor moral, që t'ja u kthejmë parat e taksave ju që paguni taksat. T'ja u kthejmë qytetarëve. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që buxheti i shtetit i tëri është produkt i taksave të qytetarëve, të biznesmenëve, do ndaj një pjesë thelbësore për qytetarët, për rroga, për pensione. Po, shumë e thjeshtë. Do hy, ju garantoj se në traktatet e pashpirtësisë do përcillet të gjitha kohrat deklarata e Edi Ramës, kur i mburur se kam përpara një buxhet 8 miliard, më të madhin që ka patur Shqipëria, por për 760.000 pensionist do t'jap 16 milion euro. Nuk mund të ketë pashpirësia, shpërfillja, por dhe poshtrimi. Një dëshmi më të shëmtuar se kjo. Dhe se, në qoftë se veprojmë ndryshe, bijem në humner. Nuk do të për të prish gjuhën time me të, sa i meriton çdo cilësor në këtë rast. Një njeri me aftësi miserabël. Njeri që mandë shkruante në dorë, si në zasit kopjaca ato që do lexonte. Po, e keni pa vetë ju, po, të thosh një gjë të tillë, do thotë që ti s'ke as një nocion, as për buxhetin, as për taksat, as për njeriun, as për ditët e njerëzor. Si që nga kjo bjen humner, në qoftë se ne 760.000 qytetari i lam të flasin me vete, i lam pa ilaçe, kafshatët i numërojnë, po këtë tjetër që është në Kosovë, që thotë jo, unë do ndaj 100 milion. Të njëjtin vit buxhetor, ka gjysmën e pensionistëve të Shqipërisë, dhe buxhetin e ka më pak se gjysmën e Shqipërisë. Po çfarë bën ai? Ai e kupton që parat janë tuajat, janë qytetarëve, ai vendos t'u kthej parat qytetarëve. Kurse ky thot humner. Ikni, vdisni, pa ilaçe, me ushqim, pa ushqim, nuk ka, dhe ka nxjerrë, i ndëgjoni ju. I ndëgjoni zëdhënësat e tij. Në Shqipëri nuk vdes kush për bukë. Turp, 1000 herë turp ju që thoni një fjalë të tillë.
O pse për të vdekë? Pse për të vdeqen nga problemi? Se me qenë se nuk vdis ka njeri për bukë, do t'i vjedhim gjermpanz shqiptar. Ta e nërmiq. Po, këta, s'ja njerëz. Qa do thot ajo? Po pse pensionisti Malazes që mirte 138.000 lek 2013 në mërë sot 450.000 lek? Qa i ndodhi Malizi? I shpërthyer nafta, minjerat e Florit, asgje, aj që ishte është. Po kryeministri Malizi, si çdo kryeministër tjetër, buxhetin, çdo vit, thot spari, këto do ja u kthej qytetarëve. Me këto tjerat, do i përdor për shërbimet natyre. Me të tjerat, do ndërtoj rrugë, shkolla e tjerë. Ka që janë ato? Përse këta, kikin shqiptarët. Se që është kjo politikë? Kjo është politike e përzënjës shqiptarëve nga Shqipëria. A e dini ju, o qytetarë të ndeshëm, të Tiranës dhe ju këtu, se në zgjendje të mërshme shtetësia sot. Është ja çdo lloj. Para 2 ditësh, Instituti i Statistikave të Shqipërisë, Instituti Zyrtar që mashtron shumicën e statistikave, deklaronte se shpenzimet e qytetarëve shqiptar për shtetin e tyre arrin në 820 milionë euro. A e kuptoni ju? Dhe se, në keq akoma, ishte mbi 20% që nuk bërin dot të shpenzime, që rrinin në kthetrat e smundjes, që rrinin në shtet, në rënim. A dini ju që sot, 10 ditë të fundit të muajt, për shkak të koncesionit, Rama Beqja dhe kësaj korps Covidit, 10 ditë të fundit në spitale nuk bëhen me analiza, sepse kompania thot, u konsumuan ato që ishin kontraktuar. S'ka ndodhur kur kjo. A i dini që s'ka një PET scanner, një shtet pa PET scanner, jemi vetëm një shtet në botë pa PET scanner. Jemi vetëm një shtet në botë pa ciklotron. Importuam 3 në vitin 2013. Të 3 janë jashtë përdorimi. Janë jashtë përdorimi jo se janë të vjetër. Jo, po sepse ju duhet shkoni tek privatët, paguani tek privatët, mos ja bëj shteti. Pra, çfarë janë këta? Ndaj dhe nuk ndalem më shumë në këto aktet të tyre, por zotohen para shqiptarëve. Dalim prapa aty ku thash, se para do t'ja u kthejmë atyre. Dhe me mbi bazën e këtij parimi çdo shqiptar do të marrë 200 euro si minimum jetik. Minimumi jetik është detyrim moral dhe ligjor. Dhe kjo shumë do t'indeksohet çdo vit. Kjo shumë do të përmirësohet çdo vit. Në këtë mënyrë ne bëhemi një shoqëri më e drejtë. Një shoqëri në të cilën nuk kemi më njerëz në mjerim, në varfrit skajshme. Jo vetëm kaq. Çdo rrogult dhe rroga të ulta ndën 500 euro nuk do mund të ketë. Ne jemi parti konservatore. Ne jemi parti e iniciativës lirë. Por, dhimbshuria njerëzore është morali ynë. Ndaj dhe asnjë sipërmarrës nuk do mund të paguaj punëtorin ndën 500 euro. Absolutisht asnjë ndërmarrje nuk do falimentoj nga kjo,
sepse ne do bëjmë ulje drastike të taksave. Çdo rrogull, çdo pensionist, çdo njeri në ndihmë ekonomike apo i pa punë që nuk merr kurrë më pak se 200 euro, do kenë kartën e konsumatorit, do i marrin ushqimet me 20% më lirë, pa të vëshë, e kishim me shtetësinë. Ne do japim një përgjigje shumë të fortë, shumë të fuqishme, kësaj gjendje katastrofike që është. Unë ju them ju që ne do të garantojmë çdo qytetar shqiptar së pari, asnjë ilaç që nuk tregtohet në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian nuk do futet në Shqipëri. Vilma Nushi dhe Tom Doshi do të dyllosen. Së dyti, lista që shteti social italian, sepse Italia është shtet social, ta themi atë që është. Lista që shteti social italian, lista e ilaçeve, që ju rimburson qytetarëve të vet, do të jetë lista e ilaçeve që shteti shqiptar do rimbursojë ilaçeve. Nuk mund ndodhë në kur, nuk mund ndodhë ndryshe, nuk mund ndodhë të lashti njerëzit në këthetrat e vdekjes dhe vdesin nga mungesa e ilaçeve dhe jo nga smundja. Kjo kohë në rëfund. Shqipëria mund të bëjë këtë plotësisht, jo them unë ju. Edhe kur Shqipëria të bëjë këtë, do të njehemi të gjithë shumë më mirë, shumë me shpresë, shumë me optimist dhe shumë me të motivuar. Pra, kjo është, rrogat mesatare shkojnë në 1.200 euro. Rrogat e mësuesve 1.500 euro. I bëj thirrje administratës, siç bojkotoi hapjen e fushatës Padrinos, të zbatoj ligjin. Se për ne punojësit që zbatojnë ligjin janë pasuri kombëtare. E kam një informacion me interes për ju që sapo e mora. Një gjykatës, besnik i ligjit, as emri nuk ja di, i kthej sot skapit partisë hetimin për sarajet e Suvelit. Një moment, Zonja Kalaja dhe Partia Demokratike e çojnë, sepse aty është një grope zezë korrupsioni. S'mund t'imagjinoni. E çojnë në skap. Por skapistët mjeran e transferuan në Prokurorinë e Tiranës. Prokuroria e Tiranës heton të kryeministrin Prokuroria e Tiranës, që me ligj dhe kushtetutë është vetëm spaku. S'mundet ta hetoj Prokuroria e Tiranës kryeministri imunitar. Por spaku përsëri refuzoi dhe në fund doli një gjykatës, besnik i ligjit, dhe urdhëroi skapin që të hetoj çështjen. Njerëz si këta, shërbëtor të ligjit, janë shërbëtor dijitos të vendit tyre. Ndaj dhe ne do bëjmë një administrat që të zbatoj ligjin dhe vetëm ligjin, me bindjen më të madhe se kështu janë shërbëtor të vërtet të qytetarëve shqiptar. Miqtë e mi, paketa e dhimbshurisë është detyrim madhor, moral, ligjor.
por Made in Albania, Shqipëria prodhuese, është shtyllë kryesore e programit tonë. Ne do bëjmë gjithçka që ju, që biznesmen shqiptar, qytetar shqiptar, me iniciativën e tyre të lirë, të njohin suksesin dhe vetëm suksesin në biznesin e tyre. Bizneset e vogla, tavani për të vëshën nga 100.000 do të kaloj 180.000. Për tatim fitimin nga 120.000 do të kaloj 180.000. Pa taksa, pas një taks. Bizneset e vogla i garantojnë se energjin do të kenë 60 kW nga 18 sot. Se si përfaqen publike 120 lek nga 1.500 që kanë sot. Se bashkia do të ketë kufirin të thana, nuk do mund të vendos kur. Taksa më shumë se 1% të xhiros tyre. Ne jemi partia e taksave të ulta. Ne do zbresim në 10% tatim fitimin. Do zbresim në 15% të vëshën. Do të nxishim prodhimin në çdo skaj, në çdo vend, në çdo qytet, në çdo fshat të Shqipërisë. Shqipëria do pastrohet. Zero tolerancë ndaj krimit. Këtu nga kjo sallë i garantoj organizatat kriminale se duart tuaja të zeza mbi votat e shqiptarëve do priten me gërshërt e ligjit. Se do shpalli organizatat terroriste, ashtu si qeni dhe meritoni. Në betejë, qytetarët do fitojnë betejë, kurse ju do keni